Dielli sapo kishte lindur kur një burr I thjesht vendosi të dilte nga shtëpia me zemër të trazuar. Dua të trajtohem si çdo njeri tjetër, murmuriti para se të hynte në bankën që kishte themeluar vetë. Atje, I veshur si gjithmonë, u prit me përbuzje nga ata që kishin harruar qëllimin e institucionit. Por ajo që ndodhi kur ata zbuluan kush ishte ai në të vërtetë, do ta ndryshonte përgjithmonë fatin e atij vendi. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Dielli ende mezi kishte lindur kur John Marku u zgjua atë mëngjes të enjteje. Sytë e tij të lodhur u hapën ngadalë, të mësuar me dritën që fillonte të pushtonte dhomën e thjesht përmes dritares prej druri. Në moshën 63 vjeç, ai burr mbante në fytyrë shenjat e një jete të tërë kushtuar punës së rëndë. Rrudhat e thella rreth syve tregonin histori ditësh në ndjellin përvolues të fshatrave të Korçës, në maliqin e vogël, ku kishte lindur dhe ishte rritur mes tokës së rrahur dhe shpresës për ditë më të mira. U ngrit ngadalë, duke ndjerë peshën e viteve në kyçe, por me të njëjtin vullnet si gjithmonë. Veshi çizmet e vjetruara që I mbante pranë krevatit dhe eci drejt kuzhinës së fermës. Shtëpia, edhe pse tani ishte komode, ruante thjeshtësinë që kishte qenë gjithmonë pjesë e thelbit të tij. Pa luks të panevojshëm, pa bujë. Vetëm gjërat thelbësore, të organizuara dhe të pastra, ashtu siç I pëlqente t'i mbante gruaja e tij e ndjer, zonja Drita. Kishin kaluar 5 vjet që kur ajo ishte larguar, duke marrë me vete gëzimin që ndriçonte ato dhoma. Që atëherë Gjoni jetonte vetëm për punën dhe për qëllimin që kishte ndërtuar gjatë dekadave, të ndihmonte ata që kishin nevojë. Kështu nderonte kujtimin e saj, duke bërë të mirën që gjithmonë kishin ëndërruar ta bënin së bashku. Përgatiti kafen e zezë të fortë, ashtu siç e kishte mësuar kur ishte ende djalë, kur nuk ishte as I sigurt nëse do të kishte çfarë të hante të nesërmen. U ul në tryezën e thjesht prej druri dhe la mendimet të endeshin në të kaluarën. Kujtoi kohën kur ishte vetëm 7 vjeç dhe zgjohej para diellit për të ndihmuar plakun Sokol në fermën fqinje. Në atë kohë nuk ekzistonte fëmijëria. Ekzistonte mbijetesa. Baba I tij ishte larguar herët, duke e lënë atë dhe nënën e tij në mëshirë të fatit, dhe ajo kishte bërë ç'të mundte derisa I munguan forcat. Pastaj ishte vetëm ai, dëshira për të jetuar dhe siguria se dorëzimi nuk ishte një opsion. Piu glënjkën e fundit të kafes dhe u ngrit. Duhej të bënte xhiron e mëngjesit nëpër fermë para se të shkonte në qytet. Ditët e fundit diçka po I shqetësonte zemrën. Komente të hedhura, vështrime të parehatshme, fjalë që I arrinin në vesh si pëshpërima shqetësuese. Njerëzit flisnin për bankën Shpresa, institucionin financiar që ai e kishte krijuar 15 vjet më parë me qëllimin për të transformuar jetë siç ishte transformuar e tija dikur. Ideja e bankës kishte lindur nga një dhimbje e vjetër. Gjoni nuk e harroi kur ditën kur, tashmë I rritur, pasi kishte mbledhur kursime për vite me radhë duke punuar në ferma të huaja, u përpoq të merrte një kredi për të blerë copën e tij të parë të tokës. I veshur me rrobat e tij të thjeshta, me kapele kashte në kokë, shkoi në një bankë në qytet. Poshtërimi që pësoi atë ditë I la shenjë në shpirt për gjithmonë. Vështrime përbuzëse, të qeshura të përmbajtura, pyetje të bëra me përçmim. E trajtuan sikur të ishte më pak se asgjë, sikur një njeri I fshatit të mos kishte të drejtë të ëndërronte. Doli nga aty me duar bosh dhe zemër të thyer, por me një premtim të heshtur, nëse një ditë do të kishte mundësi, do të krijonte diçka ndryshe. Dhe e krijoi. Pas vitesh pune të palodhur, arriti ta blinte atë copë toke që shumë e konsideronin jo produktive. Me përkushtim, durim dhe njohuri që I kishte grumbulluar duke vëzhguar më me përvojë, e transformoi atë tokë në një nga pronat bujqësore më të begata të rajonit. Bagëtia u shumua, të mbjellat lulëzuan, bizneset u rritën. Me çdo sukses të ri, Gjoni mbetej I njëjti, I përulur, punëtor, I thjesht. Pasuria që ndërtoi nuk e ndryshoi atë që ishte për brenda. Kur më në fund vendosi të hapte bankën Shpresa, u kujdes që të ishte ndryshe. Një vend ku njerëz si ai, me prejardhje të përulur, mund të gjenin mundësi reale. Kredi të drejtë, orientim të vërtetë, respekt mbi të gjitha. Punësoi njerëz që ndanin këtë vizion, formoi një ekip të përkushtuar ndaj misionit për të shërbyer, jo për të gjykuar. Dhe për vite me radhë, funksionoi saktësisht siç kishte ëndërruar. Por në muajt e fundit diçka kishte ndryshuar. Bisedat që I arrinin në vesh ishin shqetësuese. Zonja Meliha, një fermere që e njihte që fëmijë, kishte komentuar në pazar se ishte trajtuar keq në bankë.
Zoti Petri, pronari i një dyqani të vogël, kishte thënë se i vinte turp të hynte në agjenci, sepse punonësit e trajtonin me ftohtësi. Si përmarrës të rinj që kërkonin mbështetje për të filluar biznese raportonin pengesa absurde, kërkesa pa kuptim, poshtërime të fshehura. Johnny donte të besonte se ishin keq kuptime. Në fund të fundit i besonte Besnik Hoxhës, drejtorit të përgjithshëm që e kishte punësuar 8 vjet më parë. Besniku kishte ardhur me rekomandime të shkëlqyera, një savë të patëmet, përvojë në institucione të mëdha financiare. Ishte ai që kishte sjell modernitetin në bankë, që kishte implementuar sisteme efikase, që kishte zgjeruar operacionet. Raportet që paraqiste ishin gjithmonë pozitive, fitime në rritje, portofol klientësh i zgjeruar, operacione të suksesshme. Johnny, i zënë me fermën dhe duke u besuar shifrave, nuk i kishte vënë kurrë në dyshim metodat. Por tani, pëshpërimat po bëheshin britma në ndërgjegjen e tij. Duhej të shihte me sytë e tij se çfarë po ndodhte. Jo si pronari, jo me njoftim paraprak, jo me tapet të kuq dhe fjalime të përgatitura. Donte të trajtohej si çdo njeri i zakonshëm. Donte të ndjente në lëkurën e tij atë që po ndjenin klientët e tij. Eci në përkullotat e fermës, duke vëzhguar bagëtin që kulloste e qetë. Ato kafsh përfaqësonin çdo pikë djers që kishte derdhur gjatë jetës së tij. U ndal para një gardhi të sapo ndërtuar dhe mbështeti duart në drurin e ashpër. Era e mëngjesit sillte aromën e tokës së lagur dhe për një çast u la të rrëmbehej nga kujtimet. Kujtoi dritën, gruan e tij të dashur dhe se si ajo kishte qenë gjithmonë fortesa e tij. E kishte njohur kur ishte ende një djalë pa asgjë përveç ëndrave. Ajo ishte bija e një tregtari të vogël të qytetit dhe mund të kishte zgjedhur dikë me më shumë pasuri, por pa tek ai diçka që pak e shihnin, një zemër të vendosur dhe të ndershme. U martuan në një ceremoni të thjeshtë dhe ajo e shoqëroi në çdo hap të udhëtimit. Punoi krahti, besoi kur askush tjetër nuk besonte, i fshiu lotët në netët e vështira dhe festoi çdo fitore të vogël sikur të ishte arritja më e madhe në botë. Kur më në fund përparuan, drita nuk e humbi kurrë për ulsin. Vazhdoi të frekuentonte të njëjtat pazare, të bisedonte me të njëjtët njerëz, të ndihmonte ata që kishin nevojë. Ishte ajo që e nxiti të krijonte bankën. Ishte ajo që tha se pasuria e tyre kishte kuptim vetëm nëse mund të ndriçonte rrugën e njerëzve të tjerë. Dhe kur ajo u largua, duke lënë një zbrazëti që asgjë nuk do ta mbushte, Johnny premtoi se do ta nderonte këtë trashëgimi. Por apo e nderonte vërtet? Shqetësimi rritej brenda tij si një hije që zgjatej. U kthye në shtëpi, ndërroi rrobat dhe veshi rrobat e tij më të thjeshta të punës, xhinse të zbardhura, këmish me katror me mëngë të gjata, çizme të vjetruara dhe kapelen e kashtës që e përdorte gjithmonë. U pa në pasqyrë dhe pa saktësisht atë që ishte, një njeri i fshatit i shënuar nga koha dhe puna. Asnjë shenjë pasurie, asnjë shenjë pushteti. Vetëm Johnny, fermeri. Vendosi që atë ditë do të vizitonte agjencinë kryesore të bankës Shpresa në Tiranë, qytetin e madh më të afërt ku ndodhej Selia. Do të hynte si një klient i zakonshëm, do të kërkonte një shërbim të thjeshtë dhe do të vëzhgonte se si do të trajtohej. E vërteta, e dinte ai, gjithmonë shfaqej kur maskat binin. Hipën në kamionçinën e tij të vjetër, të njëjtën që përdorte për të shkuar në qytet për të bërë pazar, dhe ndoqi rrugën e dheut që të çonte në autostradë. Peizazhi përreth ishte i njohur, fusha të gjelbra, pemë të rralla, qielli blu i pafund. Ndërsa ngiste, mendja e tij nuk pushonte së punuari. Po sikur komentet të ishin të vërteta? Po sikur banka që kishte krijuar për të mirëpritur, po refuzonte? Po sikur gjithçka për të cilën kishte luftuar të ishte shtrembëruar? Udhëtimi zgjati pak më shumë se një orë. Kur arriti në Tiranë, ndjeu kontrastin mes ritmit të përshpejtuar të qytetit dhe qetësisë së fshatit. Parkoi kamionçinën në një rrugë anësore dhe eci drejt agjencisë kryesore të bankës Shpresa. Ndërtesa ishte moderne, me xhama pasqyrë dhe një fasadë madhështore. Ndërsa afrohej, vuri re posterat në hyrje, klubi premium, shërbim VIP, ekskluzivitet për klientët select. Kjo nuk ekzistonte kur banka ishte inauguruar. Mori frym thellë dhe hyri brenda. Ambienti i brendshëm ishte i gjerë, me ajër të kondicionuar, me një dekor të sofistikuar. Nga njëra anë, kishte një zonë të ndarë me panele xhami, ku klientë të veshur mirë shërbeheshin në koltuqe të rehatshme, me kafe që u shërbehej dhe buzëqeshje të përzemërta nga të gjitha anët. Nga ana tjetër, një radhë e zakonshme, ku njerëz me pamje më të thjeshtë prisnin në këmbë,
pa asnjë komoditet shtesë në vështrimet e nxituara të punonjësve. Gjonit ju shtrëngua stomaku. U drejtua te radha e zakonshme dhe qëndroi aty duke pritur radhën e tij. Vëzhgoi gjithçka përreth. Punonjësit që qarkullonin në zonën VIP ishin të vëmendshëm, të duruar, të gatshëm për të ndihmuar. Ndërsa ata që shërbenin në zonën e zakonshme dukeshin të nxituar, indiferent, pothuajse të irrituar nga prania e klientëve. Një zonjë e moshuar, ndoshta një fermere si shumë që ai njihte, përpiqej t'i shpjegonte diçka një punonjëse të re që e ndërpriste me padurim, duke folur me terma teknik që e hutonin edhe më shumë. Kur më në fundi erdhi radha, u thirr nga një djalë jo më shumë se 25 vjeç, me gjel në flok dhe një shprehje mërzie në fytyrë. Gjoni u afrua te sporteli dhe, me zërin e qetë që kishte përdorur gjithmonë, tha se do të donte të kontrollonte gjendjen e llogarisë së tij dhe ndoshta të bënte një transaksion të thjeshtë. Punonjësi e pa nga kokat e këmbët, një vështrim që Gjoni e njihte mirë. Ishte vështrimi që thoshte, ti nuk duhet të ishe këtu. Djali pshërtiu dhe i kërkoi dokumentet në mënyrë mekanike. Gjoni i dha kartën e identitetit dhe numrin personal. Punonjësi shtypi të dhënat në kompjuter, por shpejt rudhi vetullat. Kemi nevojë për më shumë informacion, tha ai, pa e parë fare Gjonin. A keni një vërtetim adrese të kohëve të fundit? Dhe një vërtetim të ardhurash? Ndoshta është më mirë të ktheheni një ditë tjetër me të gjithë dokumentacionin, sepse pa këtë nuk mund të vazhdojmë. Gjoni shpjegoi se banonte në ferm prej dekadash dhe se adresa ishte e regjistruar në sistem. Punonjësi rrotulloi syt në mënyrë pothuajse të padukshme, por Gjoni e vuri re. Djali bëri edhe disa pyetje të tjera, të gjitha me një ton që përziente padurimin dhe përbuzjen. Sugjeroi se ndoshta llogaria as nuk ekzistonte, se ndoshta kishte ndonjë gabim në regjistrim, se ndoshta ishte më mirë që Gjoni të kërkonte një agjenci më të vogël, më të përshtatshme për profilin e tij. Ndërsa kjo ndodhte, Gjoni vuri re se në zonën VIP, një burr me kostum hyri dhe u prit sikur të ishte një personazh i famshëm. Kafe, shtrëngime duarsh, buzëqeshje të gjera. Kontrasti ishte i theksuar dhe i dhimbshëm. Ishte atëherë kur një punonjëse më e vjetër, që po vëzhgonte skenën nga larg, u afrua. Emri i saj ishte Elira dhe ajo punonte në bankë që nga fillimi. E njihte historinë e Gjonit, e dinte qëllimin origjinal të institucionit dhe në muajt e fundit po ndjente një ankth në rritje duke parë gjithçka të transformohej në diçka që nuk e njihte më. Më falni, i tha ajo me mirësjellje kolegut, mund t'ju ndihmoj? Djali ngriti supet dhe u largua, qartësisht i lehtësuar që u shpëtoi nga ajo situatë. Elira u ul përballë Gjonit dhe, me një buzëqeshje të sinqertë, e pyeti se si mund ta ndihmonte. Kishte diçka në sytë e saj që transmetonte mirësi të vërtetë dhe Gjoni ndiu një lehtësim të përkohshëm. Ajo mori dokumentet dhe filloi të shtypte në sistem. Pa pritur, shpreha e saj ndryshoi. Sytë ju zgjeruan, duart i ndaluan mbi tastier dhe ajo e shikoi Gjonin me një përzierje habie dhe njohjeje. Kontrolloi përsëri, sikur të mos besonte atë që shihte. Pastaj, në mënyrë diskrete, thiri një kolege tjetër, Ritën, e cila gjithashtu ishte në institucion që nga vitet e para. Rita u afrua, pa ekranin e kompjuterit dhe u zbe. Të dyja u pan me njëra tjetrën, duke u përpjekur të ruanin qetësinë. Ai burr i thjesht, i veshur me rroba pune, i trajtuar me përbuzje nga kolegët arrogant, ishte Gjon Marku. Themeluesi. Pronari. Njeriu që kishte krijuar gjithçka me zemër të pastër dhe me qëllimin për të ndihmuar. Zoti Gjon, pëshpëriti Elira, duke u dridhur lehtë, ju jeni këtu për. Thjesht doja të më shërbenin si çdo njeri tjetër, e ndërpreu ai, me zë të qetë por të ngarkuar me kuptim. Doja të ndjeja atë që ju i bëni të tjerët të ndjejnë. Në atë moment, heshtja që u vendos mes tyre ishte më elokuente se çdo fjalë. Elira dhe Rita e dinin saktësisht se çfarë do të thoshte kjo. E dinin se diçka ishte gati të ndryshonte, se e vërteta po zbulohej dhe se banka nuk do të ishte më kurrë e njëjta. Gjoni atëherë kërkoi që të thërrisnin drejtorin e përgjithshëm. Tha se donte të bisedonte me të gjithë punonjësit e agjencisë. Nuk ishte një kërkesë. Ishte një thirrje. Dhe në vështrimin e atij burri të thjeshtë, të shënuar nga koha dhe puna, kishte një vendosmëri që nuk linte vend për dyshime. Elira u ngrit me këmbë që i dridheshin dhe shkoi në zyrën e drejtorit. Trokiti në derë dhe hyri. Besnik Hoxha ishte ulur në koltukun e tij prej lëkure, duke rishikuar raportet.
Ishte një burr në moshë të mesme, gjithmonë i veshur në mënyrë të patëmet, me flokë të thinjur të krejur në mënyrë perfekte, me një ajër superioriteti që e përdorte si mburoj. Zoti besnik, tha Elira me zë të dridhur, Zoti John Marku është këtu. Ai dëshiron të flasë me të gjithë punonjësit tani. Besniku ngriti sytë nga letrat, i irrituar nga ndërprerja. Gjoni? Pse nuk më njoftoi askush që do të vinte? Keni përgatitur kafe? E keni rregulluar sallën e mbledhjeve? Jo, zotëri. Ai erdhi si një klient i zakonshëm. U shërbye në radhë. Dhe nuk u trajtua mirë. Ngjyra u zhduk nga fytyra e besnikut. Ai u ngrit me një hop, rregulloi kostumin dhe praktikisht vrapoi drejt sallës kryesore. Kur pa Gjonin aty me rrobat e tij të thjeshta, ulur në karrigen e pritjes si çdo klient, ndjeu sikur toka po i hapej nën këmbë. U përpoq të maskohej, sforcoi një buzëqeshje të gjerë dhe eci drejt tij me krah të hapur. Zoti Gjon. Çfarë surprize e mrekullueshme. Pse nuk më njoftuat që do të vini? Do të kishim përgatitur gjithçka, do t'ju kishim pritur siç e meritoni. Gjoni u ngrit ngadalë, e pa besnikun në sy dhe tha me zë të prerë, u prita saktësisht siç e meritoja. Siç meriton të pritet çdo person që hyn këtu. Dhe tani dua të flas me të gjithë. Mblidhni të gjithë punonjësit e kësaj agjencie. Tani. Toni nuk linte vend për pyetje. Besniku, duke u përpjekur të fshihte nervozizmin, dha urdhër që të gjithë të mblidheshin në sallë. Menaxher, punonjës sporteli, asistent, roje sigurie, personel pastrimi. Të gjithë. Brenda pak minutash, 10 njerëz ishin aty, shumë kurioz, të tjerë të shqetësuar, disa tashmë me ndërgjegje të rënduar. Gjoni u pozicionua në qendër të sallës, hoqi kapelen dhe e mbajti me të dyja duar. Heshtja ishte absolute. Edhe klientët që ishin në agjenci ndaluan për të vëzhguar. Dhe pastaj, me zë të ngadalë dhe të ngarkuar me emocion, ai filloi të fliste. Filloi të tregonte historinë e tij, të ndante dhimbjen e tij, të zbulonte qëllimin e tij. Dhe çdo fjalë që dilte nga goja e tij ishte një farë transformimi e mbjellë në atë vend që dikur kishte qenë ëndra e tij dhe tani duhej të rilinte. Ajo që do të ndodhte më pas do të ndryshonte jo vetëm atë agjenci, por jetën e çdo personi të pranishëm aty. Sepse John Marku nuk ishte vetëm pronari i një banke. Ishte një njeri që kuptonte dinjitetin, respektin, mundësitë. Dhe ishte gati të tregonte se vlerat nuk negociohen, nuk shiten, nuk braktisen. As për të gjithë parat e botës. Heshtja që pushtoi agjencinë e bankës, shpresa ishte e dendur, pothuajse e prekshme. 10 sy të ngulur të John Marku, disa kurioz, të tjerë të shqetësuar, shumë tashmë të ngarkuar me faj. Ai qëndroi aty në qendër të sallës duke mbajtur kapelen e kashtës me të dyja duart e kallojzuara, sikur ai objekt i thjesht të ishte speranca e tij e vetme në atë moment të së vërtetës që ishte gati të shpalosej. Mori frym thellë, duke ndjer peshën e viteve dhe të kujtimeve që i shtypnin gjoksin. Shikoi përreth, duke vëzhguar çdo fytyrë, çdo shprehje. Kishte nga ata që e njihnin nga fotot institucionale, ata që nuk e kishin parë kurrë personalisht, dhe ata pak që ishin aty që nga fillimi, si Elira dhe Rita, që tani kishin lodhur në sy, duke e ditur se çfarë do të vinte. Besnik Hoxha përpiqej të ruante qetësinë, por djersa që filloi t'i formohej në ball e tradhtonte. Pranë tij, menaxher të tjerë shkëmbenin vështrime nervoze, rregullonin kravatat, kryqëzonin krahët në një qendrim mbrojtës. E dinin se diçka nuk shkonte, por ende nuk e kuptonin dimensionin e asaj që po ndodhte. Emri im është John Marku, filloi ai me zë të ngadalë, por të prerë. Shumë prej jush ndoshta nuk më njohin personalisht. Disa e dinë se kush jam vetëm nga raportet, nga mbledhjet formale, nga shifrat që më arrin. Por sot jam këtu siç kam ardhur në botë, i thjesht, pa maska, pa tituj që më mbrojnë. Jam këtu si një njeri që dikur ishte fëmijë dhe nuk kishte asgjë tjetër përveç dëshirës për të mbijetuar. Bëri një pauzë, duke lënë fjalët të jehonin në ambient. Një kliente që ishte ende në agjenci, një zonjë e moshuar, u afrua në heshtje për të dëgjuar më mirë, e prekur nga sinqeriteti që buronte nga ai burr. Kam lindur në Maliq, në një shtëpi aq të vogël sa mezi zinte familjen. Babai im u largua herët dhe nëna ime bëri ç'të mundte derisa i munguan forcat. Në moshën 7 vjeç, unë tashmë punoja. Zgjohesha para se të lindte dielli dhe shkoja të ndihmoja në fermën e plakut Sokol, i cili më paguante me ushqim dhe ndonjëherë me disa monedha.
Nuk kishte kohë për të luajtur, nuk kishte kohë për të qenë fëmijë. Kishte vetëm punë dhe urinë që të dhimbte në bark kur puna mungonte. Disa punonjëse më të reja, që nuk kishin ndaluar kur të mendonin për origjinën e asaj banke, filluan të ndjenin një shtrëngim në zemër. Historia që dëgjonin nuk ishte vetëm për një njeri. Ishte për miliona shqiptarë që lindnin pas zgjedhje dhe duhej të luftonin për çdo thërrim e mundësie. U rrita duke parë njerëz të përullur të trajtoheshin sikur të ishin më pak se asgjë, vazhdoi Gjoni, me zërin tani lehtësisht të dridhur. Shikoja fermer të pasur që i trajtonin punëtorët si kafshë. Shikoja tregtar të qytetit që shikonin me përbuzje ata që vinin nga fshati. Shikoja dyrë që mbylleshin për ata që nuk kishin mbiemër të rëndësishëm, rroba të bukura, mënyrë të rafinuar të folurit. Dhe sa herë që e shija këtë, diçka brenda meje revoltohej. Sepse e dija se pas asaj rrobe të thjesht, asaj mënyre të vrazhd, atij theksi të ngarkuar, kishte njerëz me vlerë. Njerëz të ndershëm. Njerëz punëtor. Njerëz që meritonin respekt. Besniku lëvizte i parehatshëm, duke kuptuar se ku po shkonte ai fjalim. U përpoq të ndërhynte me një mirësjellje të sforcuar. Zoti Gjon, ju nuk keni nevojë të. Kam nevojë, po, e preu Gjoni, duke e parë drejt për drejt. Kam nevojë që të gjithë këtu të kuptojnë pse ekziston kjo bankë. Kam nevojë që të kuptojnë se çfarë ndjeva unë kur, shumë vite më parë, pasi kisha mbledhur çdo qindark që mundesha, shkova në një bankë në qytetin e madh për të provuar të merrja një kredi për të blerë copën time të parë të tokës. Emocioni i pushtoi zërin dhe ai duhej të ndalonte për një moment, duke gëlltitur me vështirësi. Askush nuk guxoi të ndërhynte. Ajri ishte i ngarkuar me pritshmëri, me të vërtetën e zhveshur që po ekspozohej. Hyra në atë bankë plot shpresë, me dokumentet në dorë dhe ëndrrën time në zemër. Isha veshur kështu, pak a shumë siç jam tani. Rroba pune, kapele e vjetruar, çizme me baldë. Dhe e dini se çfarë mora? Të qeshura. Vështrime përbuzëse. Pyetje poshtëruese. Më trajtuan sikur të isha një lypës, sikur të mos kisha të drejtë të isha aty. Më thanë se njeriu i fshatit nuk kishte profil për kredi, se unë kur nuk do të arrija ta paguaja, se ishte më mirë të hiqja dorë dhe të vazhdoja të punoja për të tjerët. Dola nga ai vend me kokën ulur dhe zemrën cop-cop. Një lot i rëshiti nëpër fytyrën e Elirës. Ajo gjithmonë e kishte ditur këtë histori, por ta dëgjonte përsëri, aty, në atë kontekst, i jepte një peshë edhe më të madhe. Rita ja mbajti dorën, gjithashtu e emocionuar. Por unë nuk u dorëzova, vazhdoi Gjoni, duke ngritur kokën me dinitet. Vazhdova të punoja, të mblidhja, të kurseja. E bleva atë tokë me paratë që arrita të mblidhja, pa ndihmën e asnjë banke. Dhe e transformova atë copë toke të thatë në diçka prodhuese. Punova ditë e natë, pa pushim, pa pushim. Gruaja ime, Drita, punoi krah meje. Ajo besoi tek unë kur askush nuk besonte. Dhe pak nga pak, shumë pak nga pak, përparuam. Shikoi përsëri përreth, duke u siguruar se të gjithë po i kushtonin vëmendje. Disa klientë që ishin ende në agjenci kishin ndaluar plotësisht atë që bënin për të dëgjuar. Një roje sigurie që ishte afër derës kishte sytë e përlotur, duke u identifikuar me atë histori të i kalimi. Kur më në fund pata burime, kur më në fund jeta më buzëqeshi, unë mund të kisha bërë shumë gjëra me ato para. Mund të kisha bler vila, makina të importuara, të kisha udhëtuar në përboll. Por e dini se çfarë vendosëm të bënim unë dhe Drita? Vendosëm të krijonim këtë bankë. Vendosëm të krijonim një vend ku njerëz si unë, njerëz të thjeshtë dhe punëtor, të mund të gjenin atë që unë nuk e gjeta atë ditë të tmerrshme, respekt, mundësi, dinitet. Zëri i tij fitoi një intensitet më të madh dhe disa punonjës ulën kokën, të path të përballonin atë vështrim që tani mbante një përzierje zhgënjimi dhe vendosmërie. Kjo bankë u krijua me një qëllim të shenjtë. Nuk u krijua për të fituar në kurriz të më të dobëtëve. Nuk u krijua për të trajtuar të pasurin dhe të varfrin në mënyrë të ndryshme. Nuk u krijua për të poshtëruar atë që tashmë është i poshtëruar nga jeta. U krijua për të qenë ndryshe. Për të qenë një vend ku çdo person, pa marrë parasysh pamjen, origjinën, mënyrën e të folurit, të mund të hynte dhe të trajtohej me dinitet. Toni i tij u ngrit pak, jo në agresivitet, por në pasion. Ishte e pamundur të mos ndjeje emocionin që vërshonte nga çdo fjalë. Por çfarë pash këtu sot?
Çfarë përjetova në lëkurën time pak minuta më parë? Pash saktësisht atë që u betova se nuk do të ndodhte kurrë. Pash mos respektin që më shënoi për gjithmonë duke u praktikuar këtu, në vendin që e ndërtova pikërisht për ta luftuar atë. U trajtova me përbuzje, me padurim, me përçmim. Ndërkohë, atje në anën tjetër, njerëz të veshur mirë priteshin si mbretër. Kafe, buzëqeshje, vëmendje. 2 botë të ndara nga një vijë e padukshme e quajtur pamje. Tregoi me gisht zonën VIP dhe të gjithë vështrimet u kthyen atje. Klientët që po shërbeheshin në atë zonë u ndjen të parehatshëm, disa madje të turpëruar, duke kuptuar për herë të parë privilegjin që gëzonin pa e vënë në dyshim. Kush e autorizoi këtë, vazhdoi Gjoni, tani duke e parë drejt për drejt besnikun. Kush vendosi që kjo bankë do të kishte 2 dyer, një për të pasurit dhe një për të varfrit? Kush mendoi se ishte në rregull të krijonte barriera, kërkesa absurde, burokraci të panevojshme për të larguar ata që kanë më shumë nevojë? Besniku u përpoq të mbrojë, zëri pak i dridhur. Zoti Gjon, ju duhet të kuptoni se tregu ka ndryshuar. Ne duhet të jemi konkurrues. Klientët premium sjellin më shumë fitim, lejojnë që banka të rritet. Është strategji tregtare, është tradhti, e ndërpreu Gjoni me një vendosmëri që u ngriu gjakun të gjithëve. Është tradhti ndaj qëllimit që i dha jetë gjithë kësaj. Ti mendon se unë nuk e di që klienti i pasur jep fitim? Ti mendon se unë jam naiv? Sigurisht që e di. Por kur, kjo nuk mund të justifikonte trajtimin e keq të atij që ka më pak. Fitimi nuk mund të kushtoj dinjitetin e askujt. Besniku u përpoq të argumentonte përsëri, por Gjoni ngriti dorën duke kërkuar heshtje. Ai nuk kishte mbaruar. A e dini se çfarë më thoshte gruaja ime? Ajo thoshte se paratë kanë vlerë vetëm nëse shërbejnë për të ndriçuar rrugën e njerëzve të tjerë. Ajo thoshte se pasuria pa qëllim është burg. Dhe ajo kishte të drejtë. Drita u largua 5 vjet më parë dhe çdo ditë unë pyes veten nëse po e nderoj trashëgimin që ndërtuam së bashku. Sot, për herë të parë, kam frikë se përgjigja është jo. Emocioni e pushtoi dhe ai duhej të ndalonte, duke fshirë diskretisht sytë. Ai burr i fortë, që kishte përballuar jetën me guxim, ishte aty duke ekspozuar cenueshmërinë e tij, frikën e tij se kishte dështuar me vlerat që gjithmonë i kishte mbrojtur. Elira nuk mundi t'i mbante më lotët. Bëri një hap përpara dhe, me zë të dridhur, tha: "Zoti Gjon, shumë prej nesh u përpoqëm ta mbanim gjallë qëllimin origjinal. Por na heshtën, na bën presion. Kush vinte në dyshim kërcënohej me pushim nga puna. Kush i trajtonte të gjithë me barazi kritikoi se humbiste kohë. Krijuan një sistem ku mbijetonte vetëm ai që përshtatej me kulturën e re." Rita gjithashtu u afrua: "Është e vërtetë, zotëri. Shumë herë kam dashur të flas, të denoncoj, por kisha frikë. Kam fëmijë për të rritur, fatura për të paguar. Dhe isha frikacake. Isha frikacake sepse nuk pata guximin të mbroja atë që ishte e drejtë." Zërat të tjerë filluan të shfaqeshin. Një punonjëse e re, që punonte vetëm 6 muaj, tregoi se si ishte trajnuar për të drejtuar klientët me pamje të thjeshtë drejt shërbimeve më pak fitimpruese, ndërsa klientët e veshur mirë merrnin oferta speciale. Një asistent administrativ zbuloi se ekzistonin objektiva të ndryshme shërbimi, me bonuse më të mëdha për ata që sillnin klient të nivelit të lartë dhe penalitete për ata që humbisnin kohë me të tjerët. Një menaxher i ndërmjetëm, i quajtur Marcel, i cili ishte në institucion prej 4 vitesh, gjithashtu pati guximin të fliste: "Zoti Gjon, kur hyra këtu, besoja në qëllimin e bankës. Por pak nga pak u indoktrinova në një kulturë rezultatesh me çdo kusht. Krijuan tregues absurd, renditje mizore, gara që na transformonin në makina. Kush ankoi etiketoi si i dobët, i paangazhuar. Dhe unë, për të mbijetuar, përfundova duke u bërë pjesë e kësaj. Më vjen turp thellësisht." Gjoni dëgjonte çdo dëshmi me vëmendje, me zemër të thyer duke kuptuar se sa shumë ishte deformuar krijesa e tij. Por gjithashtu ndjeu një shkëndijë shprehse duke parë se ende kishte njerëz aty që ruanin shkëndijën e qëllimit origjinal. Besniku u përpoq edhe një herë të justifikoi, këtë herë me më shumë dëshpërim në zë: "Zoti Gjon, të gjitha bankat e bëjnë këtë. Ky është tregu. Nëse nuk e bëjmë, do të na gëlltis konkurrenca. Ju po jeni shumë idealist, bota ka ndryshuar." "Bota nuk ka ndryshuar aq shumë, besnik," u përgjigj Gjoni me trishtim.
Ajo që ndryshoi ishte ti dhe ajo që ndryshoi ishte shpirti i këtij vendi. Sepse tregu nuk e detyron askëm të jetë mizor. Tregu nuk kërkon që ne të poshtërojmë njerëzit. Kjo është zgjedhje. Dhe ju zgjodhet gabim. Pastaj Gjoni bëri diçka që askush nuk e priste. Eci drejt një stoli aty afër dhe u ul, sikur të ishte shumë i lodhur për të vazhduar në këmbë. Mbështeti krahët mbi këmbë dhe qëndroi duke parë dyshemen për disa sekonda. Heshtja ishte e thellë. Të gjithë prisnin se çfarë do të vinte më pas. Kur ngriti përsëri fytyrën, në të kishte një vendosmëri të përtërirë. U ngrit ngadalë dhe shikoi se cilin person të pranishëm aty. Duke filluar nga sot, kjo bankë do të ndryshojë. Ose më mirë, do të kthehet të jetë ajo që duhej të ishte gjithmonë. Dhe kush nuk pajtohet me këtë ndryshim, kush nuk mund ta trajtojë çdo qenie njerëzore me respekt, është i lirë të kërkojë një vend tjetër. Nuk do të detyroj askëm të qëndrojë. Por kush qëndron duhet të kuptoj se këtu nuk ka vend për diskriminim, nuk ka vend për privilegje të bazuara në pamje, nuk ka vend për poshtërim. Besniku bëri një hap përpara, duke u përpjekur të ruante një farë autoriteti. Zoti John, me gjithë respektin, ju nuk mund të zhbëni thjesht vite të tëra strukturimi. Kemi procese, protokolle, sisteme të implementuara. Kemi marrëveshje me partner që mundem dhe do ta bëj, e preu Gjoni. Ti je i pushuar nga puna, besnik. Duke filluar nga ky moment, nuk je më drejtori i përgjithshëm i kësaj banke. Një heshtje shokuese pushtoi ambientin. Besniku u zbe, duke mos besuar atë që sapo kishte dëgjuar. Të gjithë menaxherët që implementuan këtë politikë segregacioni, që krijuan barriera për më të përulurit, që trajnuan punonjësit për të diskriminuar, gjithashtu janë të larguar. Mund të kërkoni departamentin e burimeve njerëzore për të rregulluar largimet tuaja. Shoku ishte i dukshëm në fytyrat e të paktën një duzinë njerëzish. Disa u përpoqën të argumentonin, të tjerë mbetën pa fjalë, të paaftë për të reaguar. Gjoni u kthye atëherë nga Elira dhe Rita, ju të dyja do të merrni menaxhimin e përkohshëm të kësaj agjencie. Së bashku me të gjithë ata që e mbajtën gjallë thelbin e qëllimit ton. Dua që të formoni një ekip të ri, të trajnoni punonjës të rinj, të zhbëni çdo politikë mizore që u implementua këtu. Dhe dua që kjo të ndodhë në të gjitha agjencitë e bankës Shpresa. Zoti John, tha Elira, ende e emocionuar, nuk e di nëse jam e përgatitur për. Je, e siguroi ai. Sepse ti ke diçka që asnjë kurs administrimi nuk e mëson, ti ke zemër. Ti ke empati. Ti e di se çfarë është e drejtë. Dhe kjo vlen më shumë se çdo diplomë e varur në mur. Rita gjithashtu u përpoq të protestonte, duke thënë se nuk kishte përvojë në menaxhim, por Gjoni ishte i prerë, përvojën do ta ndërtoni. E rëndësishme është që keni vlerat e duhura. Dhe unë do të jem këtu për t'ju mbështetur, për t'ju orientuar, për të garantuar që të mos humbisni rrugën. Pastaj shikoj të gjithë punonjësit e mbetur, duke filluar nga sot, secili prej jush ka një zgjedhje. Mund të hipni në këtë rindërtim dhe të bëheni pjesë e diçkaje vërtet transformuese. Ose mund të largoheni dhe të kërkoni një vend tjetër që vlerëson vetëm shifrat, pa u kujdesur për njerëzit. Nuk do të gjykoj çdo që zgjedh të largohet. Por kush qëndron duhet të kuptoj se këtu do ta trajtojmë lypsin dhe milionerin me të njëjtin respekt. Sepse të dy janë qenie njerëzore dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi. Një klient që ishte në zonën VIP u ngrit dhe filloi të duartrokiste. Ishte një biznesmen i suksesshëm i rajonit që e frekuentonte agjencinë prej vitesh. Klientë të tjerë u bashkuan dhe së shpejti e gjithë salla po duartrokiste. Disa punonjës qanin, të tjerë buzëqeshnin të lehtësuar, duke ndjerë se më në fund kishte shpresë që gjërat të ktheheshin në kuptimin e tyre. Besniku dhe menaxherët e tjerë të pushuar nga puna dolën nga agjencia në heshtje, kokulur, duke mbartur jo vetëm karrierat e tyre të shkatëruara, por edhe turpin e tradhtisë së diçkaje kaq të vlefshme. Kur salla më në fund u qetësua, Gjoni kërkoi që të gjithë të ktheheshin në postet e tyre, por në një mënyrë tjetër. Kërkoi që të rrëzonin ndarjet që ndanin zonën VIP nga zona e zakonshme. Kërkoi që të hiqnin posterat e ekskluzivitetit. Kërkoi që të trajtonin çdo person që hynte aty si një qenie njerëzore të denjë për respekt dhe vëmendje. Pastaj u kthye për të dalë, por para se të kalonte derën, ndaloi dhe shikoi prapa për herë të fundit.
Dhe me zë të butë, tha diçka që do të mbetej e gdhendur në kujtesën e të gjithë të pranishmëve aty. Kujtohuni gjithmonë, pas çdo personi që hyn këtu, ka një histori. Ka ëndra, frikëra, betejë, shpresa. Dhe të gjithë, absolutisht të gjithë, meritojnë të mirëpriten. Sepse kjo ishte ajo që unë nuk e pata. Dhe kjo ishte ajo që u betova të ofroja. Doli nga agjencia në nënvështrimin e emocionuar të dhjetëra njerëzve. Eci drejt kamionçinës së tij të vjetër, hipi dhe qëndroi ulur aty për disa minuta, duke lënë lotët të rridhnin lirshëm. Qau për dhimbjen që kishte ndjer, për zhgënjimin e shikimit të ëndrrës së tij të shtrembëruar, por edhe për shpresën e përtërir se ende kishte kohë për të rregulluar. Ndërsa ngiste makinën për t'u kthyer në fermë, dielli tashmë kishte filluar të perëndonte në horizont, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe roz. Dhe për herë të parë pas disa muajsh, Gjoni ndjeu se kishte bërë gjën e duhur. Se drita, kudo që të ishte, do të ishte krenare. Se trashëgimia e tyre nuk do të vdiste. Se ende kishte një shans për të transformuar jetë, për të hapur rrugë, për t'i kthyer botës pak nga shpresa që një ditë i ishte mohuar. Udhëtimi sapo kishte filluar. Javët që pasuan atë ditë të shënuar ishin të një transformimi intensiv në bankën Shpresa. Elira dhe Rita morën përsipër menaxhimin e agjencisë kryesore me një përzierje frike dhe vendosmërie. Asnjëherë nuk kishin mbajtur pozicione drejtuese, asnjëherë nuk kishin menaxhuar ekipe, por mbanin diçka që vlente më shumë se çdo përvojë teknike, mbanin qëllimin origjinal në zemër. Vendimi i parë që morën ishte të thërrisnin një mbledhje me të gjithë punonisit që mbetën. Ishin rreth 40 persona, disa që punonin aty prej vitesh, të tjerë që kishin hyrë së fundmi dhe ende po zbulonin se çfarë përfaqësonte banka. U ulën në rreth, pa hierarki, pa dallim. Vetëm njerëz që ndanin sfidën e rindërtimit të diçkaje të vlefshme. Elira filloi të fliste, zëri ende i pasigurt por i sinqert. Njerëz, unë nuk i kam të gjitha përgjigjet. Nuk e di si menaxhohet një agjenci bankare ashtu siç mësojnë librat. Por e di se çfarë është e drejtë. E di se çfarë ëndërroi Zoti Gjon kur krijoi gjithë këtë. Dhe e di se secili prej jush është këtu sepse në një farë mënyre beson se mund të bëjmë ndryshe. Rita plotësoi, do të gabojmë. Me siguri do të gabojmë. Por do të gabojmë duke u përpjekur të bëjmë mirë, duke u përpjekur të bëjmë të mirën. Dhe kjo është tashmë më mirë se sa të bësh mirë duke bërë të gabuarën. Ato fjalë të thjeshta i prekën thellë të pranishmit. Marceli, menaxheri që kishte rrëfyer turpin e tij ditën e zbulimit, ngriti dorën, unë dua të ndihmoj. Dua të rregulloj gabimet që kam bërë. Më mësoni të bëj ndryshe. Edhe të tjerë u shprehen. Një punonise e quajtur Julia, një e re vetëm 22 vjeçe, tregoi se si kishte hyrë në bank plot ëndra për të bërë ndryshim, por ishte formuar në një sistem që e kishte transformuar në dikë që nuk e njihte më. Tani donte shansin për t'u kthyer të ishte ajo që ishte në të vërtetë. Një asistent administrativ i quajtur Pali zbuloi se babai i tij ishte fermer dhe ishte poshtëruar në një bank tjetër vite më parë. Kur mori punën në bankën Shpresa, besoi se aty do të ishte ndryshe. U shkatërrua kur kuptoi se nuk ishte. Por tani, me ndryshimet, ndjente se më në fund mund të nderonte kujtimin e babait të tij. Për ditë me radhë, ekipi punoi në ristrukturimin e plot të proceseve. Hoqën të gjitha barierat burokratike të panevojshme. Eliminuan dallimet mes klientëve. Krijuan protokolle shërbimi të bazuara në respekt dhe dinjitet, jo në vlerën e llogarisë apo pamjen. Ishte e mundimshme, sfiduese, por edhe çliruese. Gjoni vizitonte agjencinë pothuajse çdo ditë. Jo për të mbikëqyrur, por për të mbështetur. Ulej me punonisit, dëgjonte dyshimet e tyre, ndante histori, ofronte orientim. Prania e tij e vazhdueshme ishte një kujtesë e gjallë e qëllimit që nuk mund të harrohej. Një pasdite, ndërsa ecte nëpër agjenci, Gjoni vuri re një skenë që e preku thellë. Julia, punonisja e re, po ndihmonte një zonjë të moshuar të plotësonte një formular. Zonja kishte vështirësi për të parë dhe Julia i lexoi çdo rresht me durim, i shpjegoi çdo term teknik në gjuhë të thjeshtë, i mbajti dorën e dridhur ndërsa firmoste. Nuk kishte nxitim, nuk kishte padurim. Vetëm kujdes i sinqert. Kur zonja doli, duke falendëruar me lot në sy, Gjoni ju afrua Julias. Kjo që sapo bëre, i tha ai me zë të dridhur, është ajo që do të thotë të punosh këtu. Ti jo vetëm që përpunove një dokument.
Ti nderove jetën e asaj gruaje. Ti e bëre të ndihej e rëndësishme. Dhe kjo nuk ka çmim. Julia Buzqeshi, gjithashtu me sy të përlotur. Faleminderit që na dha të shansin të jemi përsëri njerëz, Zoti Gjon. E kisha harruar sa mirë ishte kjo. Por jo gjithçka ishte lule. Ndryshimi solli rezistencë. Disa klientë të mësuar me privilegje u ankuan për humbjen e trajtimit ekskluziv. Kërcënuan se do të mbyllnin llogaritë, folën keq në rrjetet sociale, u përpoqën të bënin presion për t'u kthyer në modelin e mëparshëm. Elira u përball me momente dyshimi, duke pyetur veten nëse po bënin gjën e duhur duke rrezikuar të humbisnin klient të rëndësishëm. Ishte në një nga ato net të vështira që Gjoni e ftoi për një kafe në fermë. U ulën në çardak, nën qiellin me yje, dhe ai ndau diçka që nuk e kishte treguar kurrë më parë. Kur unë dhe Drita vendosëm të krijonim bankën, tha ai duke parë yjet, shumë thanë se ishim të çmendur. Thanë se banka për të varfrit nuk do të kishte sukses, se do të humbisnim të gjitha parat tona, se duhet të investonim në diçka më të sigurt. Por Drita më pa në sy dhe tha diçka që nuk e harrova kurrë. Ajo tha, Gjon, nëse e bëjmë këtë vetëm për të fituar para, nuk ka nevojë ta bëjmë. Para ne tashmë kemi. Por nëse e bëjmë këtë për të ndryshuar jetë, atëherë ja vlen çdo rrezik. Sepse në fund të jetës, askush nuk kujton paratë që ka mbledhur. Por të gjithë kujtojnë jetët që kanë prekur. Elira fshiu një lodh. Ajo ishte e mrekullueshme, apo jo? Ishte, u pajtua Gjoni. Dhe e di pse kam besim tek ti dhe Rita? Sepse ju e keni këtë thelb të njëjtë. Ju e kuptoni se vlera e një personi nuk është në gjendjen e llogarisë, por në madhësinë e zemrës. Ajo bisedë i dha Elirës forcën që i nevojitej për të vazhduar. U kthye në agjenci të nesërmen me një vendosmëri të përtërirë. Dhe diçka e jashtëzakonshme filloi të ndodhte. Ndërsa lajmi për transformimin e bankës përhapet, klientë të rinj filluan të vinin. Njerëz të thjeshtë që ishin refuzuar nga institucione të tjera, si përmarrës të rinj me ide të shkëlqyera, por pa burime, familje që kishin nevojë për një mundësi. Njëra nga këto histori la gjurmë të thella të i gjithë ekipi. Ishte një enjte e vrenjtur kur në agjenci hyri një grua e quajtur Klaudia. Ishte rreth 40 vjeç, me fytyrë të lodhur, rroba të thjeshta por të pastra. U afrua te sporteli me droj, si dikush që pret të refuzohet. Në çdo moment, Rita e priti me një buzëqeshje të sinqertë, mirë mëngjes. Si mund t'ju ndihmoj? Klaudia hezitoi, fjalët mezi i dilnin. Unë kam dëgjuar se këtu ju ndihmoni njerëz si unë. Njerëz që nuk kanë shumë, por kanë ëndra. Rita ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Sigurisht që ndihmojmë. Më trego për ëndrrën tënde. Dhe Klaudia tregoi. Ishte një nën beqare me 3 fëmijë, punonte si pastruese prej 20 vitesh. Gjithmonë kishte ëndërruar të hapte një byrektore të vogël, sepse bënte byrek të shijshëm që të gjithë fqinjet i lavdëronin. Madje kishte gjetur një ambient tregtar të përballueshëm në një lagje popullore. Por asnjë bank nuk kishte pranuar t'i jepte kredi. I thoshin se nuk kishte garanci të mjaftueshme, se rreziku ishte shumë i lartë, se do të ishte më mirë të hiqte dorë. Rita dëgjoi çdo fjalë me vëmendje, duke mbajtur shënime. Pastaj tha diçka që Klaudia nuk do ta priste kurrë të dëgjonte, do ta bëjmë të ndodhë. Në javët në vijim, Rita dhe ekipi punuan në rastin e Klaudias. Hartuan një plan biznesi të thjeshtë por solid, e orientuan për menaxhimin financiar bazë, e lidhen me furnitor të besueshëm. Dhe i miratuan kredin që i nevojitej për të filluar. Kur Klaudia mori lajmin, shpërtheu në lot aty në agjenci. Nuk mund ta besonte. Pas kaq shumë dyrëve të mbyllura, pas kaq shumë poshtërimesh, më në fund dikush i kishte besuar. E përqafoi Ritën me forcë, duke përsëritur faleminderit si një lutje. 3 muaj më vonë, byrektoria u inaugurua. Gjoni bëri çmos të ishte i pranishëm, ashtu si Elira, Rita dhe disa punonjës të tjerë të bankës. Ambienti i vogël ishte dekoruar me thjeshtësi por me shumë dashuri. Klaudia kishte përgatitur një tavolinë të veçantë për ta, me byrekët më të mirë që kishte bërë. Ndërsa hante një byrek të shijshëm, Gjoni shikoi përreth dhe pa vendin plot me fqinjë, me miq të Klaudias, me njerëz të thjeshtë që festonin atë fitore kolektive. Dhe i tha Elirës, për këtë ja vlen. Shiko se çfarë mund të bëjë një mundësi. Nuk ndryshuam vetëm jetën e saj.
Ndryshuam jetën e fëmijëve të saj, të klientëve të saj, të gjithë komunitetit. Por kishte ende një sfidë më të madhe përpara. Në disa agjenci të provincës, menaxherët e vjetër i rezistonin ndryshimeve. Argumentonin se Gjoni po ishte shumë idealist, se procedurat e reja vononin shërbimin, se do të humbisnin konkurrencën. Arriti në veshët e Gjonit se disa po sabotonin në mënyrë diskrete udhëzimet e reja. Atëherë vendosi të bënte një udhëtim nëpër të gjitha agjencitë. Jo si inspektor, por si tregimtar historish. Në çdo vend që vizitonte, mblidhte punonisit dhe ndante rrugëtimin e tij, qëllimin e tij, vizionin e tij. Flisnin për dritën, për vlerat që kishin ndërtuar së bashku, për kuptimin e vërtetë të suksesit. Në një nga këto vizita, në një agjenci në Shkodër, takoi një menaxher veçanërisht rezistent të quajtur Florian. Ishte një profesionist kompetent teknikisht, por i ftohtë, i fokusuar vetëm në rezultate numerike. Nuk shite kuptim në humbjen e kohës me klientë që sillnin pak fitim. Gjoni kërkoi të bisedonte me të privatisht. U ulën në një dhomë të vogël dhe Floriani filloi menjëherë në mbrojtje. Zoti Gjon, me gjithë respektin, këto procedura të reja po dëmtojnë efikasitetin ton. Po humbasim objektiva, po humbasim bonuse, po humbasim. Po humbasim çfarë, Florian, e ndërpreu Gjoni me qetësi. Po humbasim njerëzillëkun? A ke menduar ndonjëherë se çfarë fiton kur ndihmon dikë me të vërtetë? Floriani mbeti në heshtje, pa ditur si të përgjigjej. A ke fëmijë? Pyeti Gjoni. Kam. 2. Dhe nëse një ditë njëri prej tyre ka nevojë për ndihmë, për një mundësi dhe trajtohet me përbuzje për shkak të pamjes, origjinës, mënyrës së të folurit, si do të ndihesh ti? Floriani gëlltiti me vështirësi, pesha e pyetjes i ra mbi të si një gur. Gjoni vazhdoi, tani me zë më të butë, çdo person që hyn në atë bankë është fëmia e dikujt, Florian. Është ëndra e dikujt. Është shpresa e dikujt. Dhe kur ti trajton ata njerëz me respekt, nuk po përmbush vetëm një procedurë. Po ndryshon fate. Po nderon jetë. Kjo nuk ka çmim. Kjo nuk hyn në asnjë raport fitimi. Për herë të parë pas vitesh, Floriani ndjeu diçka të thyej brenda tij. Një barrierë që e kishte ndërtuar për të mbrojtur, për të qenë efikas, për të ngjitur në karrierë. Por që, në proces, e kishte bërë të pandjeshëm. Lokë të papritur filluan të rridhnin nëpër fytyrën e tij. Unë kam humbur rrugën, zoti Gjon. U bëra një makinë. Atëherë ktheu të jesh njeri, tha Gjoni, duke i prekur supin. Ende ka kohë. Ajo bisedë e transformoi Florianin. Ai u bë një nga liderët më të përkushtuar në zbatimin e udhëzimeve të reja, një shembull se ndryshimi është i mundur kur zemra preket. Ndërkohë, në agjencinë kryesore në Tiranë, Elira dhe Rita po përballeshin me një sfidë personale të papritur. Marceli, menaxheri që kishte rrëfyer turpin e tij dhe kishte kërkuar të bëhej pjesë e rindërtimit, filloi të zhvillonte ndjenja për Julian, punonjësen e re. Ishte diçka e pastër, respektuese, por e komplikuar nga diferenca në moshë dhe hierarkia. Marceli ishte 38 vjeç, i divorcuar dhe kishte një vajzë adoleshente. Julia ishte 22 vjeç dhe po fillonte jetën. Ai e dinte se ishte e papërshtatshme, se mund të keq kuptohej, kështu që i mbajti ndjenjat për vete. Por ishte e pamundur të mos vërejë shkëlqimi në sytë e tij kur ajo fliste, buzëqeshja që i formohej pa dashje kur ajo hynte në dhomë. Julia, nga ana e saj, e admironte thellësisht Marcelin. Shite tek ai një shembull transformimi, guximi për të pranuar gabimet dhe për të filluar nga e para. Por gjithashtu nuk dinte si të përballej me atë tërheqje në rritje. Rita, gjithmonë e vëmendshme, e vuri re tensionin mes tyre. Një pasdite, e thiri Julian për të biseduar. Mund të flasësh sinqerisht me mua, i tha me delikatesë. Çfarë po ndodh? Julia shfryu gjithçka. Tha se ishte e hutuar, se i dinte rreziqet, por se nuk mund të injoronte atë që ndjente. Nuk e di nëse po tregohem budallaqe, Rita. Kam frikë se mos prish gjithçka. Rita e përqafoi. Ndjenjat nuk janë të gabuara, e dashur. Ajo që ka rëndësi është se si veprojmë mbi to bisedo me të. Jini të sinqert me njëri tjetrin. Dhe nëse është diçka e vërtet, gjeni një mënyrë të drejtë për ta jetuar këtë pa kompromentuar punën e askujt. Po të ishit në vendin e Ritës, a do të kishit dhënë të njëjtën këshill apo do të kishit vepruar ndryshe? Na tregoni në komente.
Atë natë, Marceli dhe Julia biseduan. Ishte e parehatshme, e cenueshme, por e nevojshme. Vendosën të prisnin. Të linin ndjenjat të qetësoheshin, të fokusoheshin në rindërtimin e bankës dhe, nëse pas ca kohësh kjo ende do të kishte kuptim, do të bënin një hap në një kohë. Ishte e pjekur, ishte respektuese, ishte e drejtë. Ndërsa këto histori shpaloseshin, Gjoni vazhdonte rutinën e tij mes fermës dhe vizitave në bankë. Por diçka tek ai filloi të ndryshonte. Vetmia që ndjente që nga humbja e dritës dukej pak më e vogël. Të shije kaq shumë jetë duke u transformuar, të shije qëllimin duke u restauruar, i sillte një ndjenjë të përtërir kuptimi. Një pasdite të shtunë, ndërsa ecte nëpër fermë, dëgjoi një zë femëror që e thërriste emrin e tij. U kthye dhe pa Elirën duke ecur drejt tij. Ajo kishte ardhur ta vizitonte për të diskutuar disa çështje të bankës, por edhe sepse ndjente se Gjoni kishte nevojë për shoqëri. U ulën në çardak, pinë kafe dhe biseduan për gjithçka. Për fermën, për bankën, për jetën. Elira, e cila ishte 56 vjeç dhe gjithashtu e kuptonte vetmin që ai mbante. Ishin bërë miq gjatë atyre javëve intensive dhe mes tyre kishte një lidhje që shkonte përtej profesionales. Të mungon çdo ditë, apo jo? E pyeti Elira butësisht. Çdo ditë, konfirmoi Gjoni. Ndonjëherë zgjohem dhe për një sekond harroj se ajo është larguar. Pastaj realiteti kthehet dhe them gjithçka përsëri. E kuptoj, tha Elira. E humba burrin tim 8 vjet më parë. Dhe për një kohë të gjatë mendova se kur më nuk do të ndjeja asgjë përveç zbraztisë. Por pak nga pak mësova se jeta vazhdon. Dhe se të nderosh ata që janë larguar nuk do të thotë të ndalosh së jetuari. Gjoni e shikoi dhe për herë të parë pas vitesh ndjeu diçka ndryshe. Nuk ishte dashuri, nuk ishte romancë. Ishte thjesht mundësia për të mos qenë plotësisht vetëm. Për të pasur dikë që kuptonte, që ndante vlera, që ecte në të njëjtin drejtim. Faleminderit që je këtu, Elira. Për bankën dhe për mua. Ajo buzëqeshi. Gjithmonë, Gjon. Gjithmonë. Dielli perëndonte në horizont duke pikturuar qiellin me ngjyra të gjalla dhe aty, në atë çardak të thjeshtë, dy zemra të lodhura gjenin pak paqe. Rindërtimi i bankës vazhdonte, por ndodhte edhe një rindërtim më i heshtur, më intim. Rindërtimi i shpresës se jeta ende rezervonte kapituj të bukur për t'u shkruar. 6 muaj kishin kaluar që nga ajo ditë transformuese në agjencinë e bankës Shpresa. Vjeshta filloi të pikturonte pemët e fermës së Gjonit me nuanca të arta dhe portokalli dhe një ndjenjë ri përtëritjeje fluturonte në ajër. Jo vetëm në natyrë, por në çdo person të prekur nga revolucioni i heshtur që kishte ndodhur në atë institucion financiar. Gjoni u zgjua atë mëngjes të premte me një ndjenjë tjetër në gjoks. Ishte dita kur do të mbahej mbledhja e madhe vjetore e bankës, një ngjarje që do të mblidhte punonjës nga të gjitha agjencitë, partnerë, disa klientë të veçantë dhe madje edhe përfaqësues të shtypit. Do të ishte hera e parë që ai do të fliste publikisht për gjithçka që kishte ndodhur në muajt e fundit. U vesh me kujdes, por ruajti thelbin e tij. Pantallona të thjeshta, këmish e bardhë, e njëjta kapele kashte që e përdorte gjithmonë. Nuk kishte nevojë për kostume të shtrenjta apo kravata firmato për të thënë se kush ishte. Historia e tij fliste për të. Ndërsa ngiste makinën drejt Tiranës, ku do të mbahej eventi, kujtimet e tij endeshin nëpër muajt e fundit. Kaq shumë ndryshime, kaq shumë histori, kaq shumë jetë të prekura. Rindërtimi i bankës kishte qenë vetëm fillimi i diçkaje shumë më të madhe. Kujtoi Klaudian dhe byrektoren e saj, që tani lulëzonte dhe madje kishte punësuar 2 punonjës. Ajo kishte ardhur personalisht për të falënderuar javën e kaluar, duke sjellë një kuti të madhe me byrek që i shpërndau në agjenci. Fëmijët e mi janë krenar për mua, kishte thënë mes lotësh. Kjo nuk ka çmim, zoti Gjon. Kujtoi Florianin, menaxherin e Shkodrës që i kishte rezistuar aq shumë ndryshimeve. Ai tani drejtonte një program edukimi financiar për të rinjt e komuniteteve në nevojë, vullnetarisht në fundjavë. Transformimi i tij kishte qenë aq i thellë saqë edhe fëmijët e tij e kishin vënë re ndryshimin. Babi ka filluar të buzëqesh përsëri, kishte thënë vajza e tij në një takim të rastësishëm. Kujtoi Marcelin dhe Julian. Pas muajsh pune së bashku, të fokusuar në misionin e bankës, më në fund kishin filluar të dilnin.
Bën gjithçka në mënyrën e duhur, biseduan me Elirën dhe Ritën, ishin transparent për marrëdhënien, vendosën kufi të qartë profesional. Dhe dashuria që kishte lulëzuar mes tyre ishte e sinqertë, e bazuar në respekt dhe vlera të përbashkëta. Por kujtimi që e emociononte më shumë ishte ai i Elirës. Në muajt e fundit, miqësia mes tyre ishte thelluar. Ajo vizitonte fermën pothuajse çdo fundjavë, e ndihmonte me punë të vogla, bisedonin me orë të tëra për gjithçka dhe asgjë. Nuk kishte romancë të deklaruar, por kishte një shoqëri të çmuar që lehtësonte vetminë e të dyve. Ishte sikur drita, nga kudo që të ishte, të kishte dërguar dikë për t'u kujdesur për të. Kur arriti në qendrën e konventave ku do të mbahej eventi, Gjoni ndjeu një val emocioni. Vendi ishte dekoruar me një elegancë të thjeshtë, pa bujë. Kishte foto në mure që tregonin historinë e bankës, që nga themelimi deri në ditët e sotme. Por ajo që e preku më shumë ishin dëshmitë e shkruara të klientëve që ishin transformuar nga praktikat e reja të institucionit. Elira e priti në hyrje me një buzëqeshje të ngrohtë. Ishte nervoze, por rrezatuese. Kemi përgatitur diçka të veçantë për sot, i tha ajo në mënyrë misterioze. Do të emocionohesh. Gjoni hyri në auditorin kryesor dhe mbeti i impresionuar. Kishte më shumë se 300 njerëz aty. Punonjës nga të gjitha agjencitë, klient, partner, përfaqësues të organizatave sociale. Dhe në skenë një panel me frazën që ai kishte thënë atë ditë transformuese, pas çdo personi ka një histori. Të gjithë meritojnë të mirëpriten. Eventi filloi me Ritën që bëri një prezantim mbi rezultatet e 6 muajve të fundit. Duke kundërshtuar të gjitha parashikimet pesimiste, banka jo vetëm që kishte ruajtur rentabilitetin e saj, por kishte rritur ndjeshëm numrin e klientëve. Por më e rëndësishme se shifrat ishin histori. Rita ndau të dhëna se sa biznese të vogla ishin hapur me mbështetjen e bankës, sa familje kishin marrë kredi për të rinovuar shtëpitë, sa të rinj kishin marrë orientim për të filluar biznese. Pastaj ishte radha e Elirës të prezantonte raste specifike. Ajo thiri në sken disa klientë që pranuan të ndanin përvojat e tyre. Një zotëri i moshuar tregoi se si kishte marrë kredi për të blerë një traktor dhe për të modernizuar plantacionin e tij të vogël. Një nënë e re rrëfeu se si banka e kishte ndihmuar të hapte një sallon bukurie në lagjen ku jetonte. Një djalë 20 vjeçar me prejardhje të përulur i emocionoi të gjithë kur tregoi se fal mikrokredisë së dhënë nga banka, kishte arritur të blinte pajisje dhe sot kishte një biznes të suksesshëm riparimi celularësh. Por momenti më prekës erdhi kur Elira thiri një person të veçantë në skenë. Ishte zonja Helena, një grua 82 vjeçare që kishte hyrë në agjenci 3 muaj më parë. Ajo donte një hua të vogël për të rinovuar çatinë e shtëpisë së saj, e cila pikonte sa herë që binte shi. Në banka të tjera ishte refuzuar për shkak të moshës dhe mungesës së garancive të forta. Në bankën Shpresa u mirëprit. Julia kishte qenë punonjësja përgjegjëse. Bisedoi gjatë me zonjën Helena, kuptoi situatën e saj, hartoi një plan pagese të përshtatshëm për pensionin e saj modest dhe miratoi kredin. Por nuk u ndal me kaq. Mobilizoi kolegët që vullnetarisht ndihmuan në gjetjen e furnitorëve që bënin rinovimin me çmime të drejta. Zonja Helena u ngjit në skenë ngadalë, e mbështetur në një bastun, por me një shkëlqim në sy që ndriçonte të gjithë auditorin. Me zë të dridhur nga emocioni, tha, kam jetuar 82 vjet. Kam rritur 4 fëmijë vetëm pasi burri im u largua. Kam punuar si lavandiere, kuzhiniere, pastruese. Asnjëherë nuk i kam kërkuar asgjë askujt. Por kur çatia ime filloi të binte, nuk kisha zgjidhje tjetër. Dhe për herë të parë në jetën time, dikush më trajtoi sikur të kisha rëndësi. Nuk më pan si një plagë të padobishme. Më pan si një qenie njerëzore. Kjo bankë më ktheu dinjitetin. Nuk kishte sy të thatë në auditor. Punonisit qanin, klientët duartrokisnin në këmbë dhe madje edhe gazetarët e pranishëm duhet të fshinin lotët diskretisht. Gjoni, i ulur në rreshtin e parë, ndjente zemrën t'i vërshonte. Atëherë Elira e thiri në skenë. Gjoni u ngrit ngadalë, ende i emocionuar nga dëshmia e zonjës Helena. Eci drejt qendrës, mori mikrofonin dhe qëndroi disa sekonda në heshtje, vetëm duke parë të gjithë ata njerëz. Kur më në fund filloi të fliste, zëri i tij ishte i butë por i prerë. Ju më pyesni nëse ja vlente.
Nëse ja vlente të rrezikoje të ndryshoje gjithçka, të humbisje klientë që donin vetëm privilegje, të përballeshe me kritika nga ata që mendonin se ishim të çmendur. Dhe përgjigja ime është, ja vlente çdo sekond. Sepse shikoni përreth. Shikoni zonjën Helena. Shikoni Klaudian dhe byrektoren e saj. Shikoni çdo jetë që u prek, çdo ëndër që u bë e mundur, çdo zemër që u mirëprit. Bëri një pauzë duke gëlltitur emocionin. Kur e krijova këtë bankë, kisha një ëndër shumë të thjeshtë, që askush tjetër të mos ndjente atë që ndjeva unë atë ditë të tmerrshme kur u poshtërova sepse doja një mundësi. Dhe në vitet e para, kjo ëndër u realizua. Por pak nga pak, pa e kuptuar unë, banka filloi të humbiste shpirtin e saj. Filloi të bëhej edhe një institucion tjetër që i ndan njerëzit, që gjykon sipas asaj që ke dhe jo sipas asaj që je. Zëri i tij u bë më intensiv, por ju e ndryshuat këtë. Secili prej jush që është këtu, që zgjodhi të hipte në këtë rindërtim, që vendosi ta trajtojë çdo person me respekt pavarësisht nga pamja, llogaria bankare, origjina. Ju ja kthyet shpirtin këtij vendi. Dhe unë nuk mund të isha më krenar. Pastaj shikoj lart, sikur të fliste me dikë që nuk ishte fizikisht aty, drita, kudo që të jesh, dije se po e nderojmë ëndrrën tonë. Po bëjmë atë që gjithmonë kemi dashur, po ndriçojmë rrugë. Dhe ky është suksesi më i madh që dikush mund të ketë në jetë. Duartrokitjet shpërthyen nëpër auditor. Por Gjoni kërkoi heshtje. Ende nuk kishte mbaruar. Dua të njoftoj diçka të rëndësishme, tha ai. Duke filluar nga sot, do të krijojmë fondin e mundësive Drita Marku. Do të jetë një fond i veçantë, i furnizuar me një pjesë të fitimeve të bankës, i dedikuar ekskluzivisht për të ndihmuar njerëzit në situata ekstreme. Të veja pa burime, jetim që kanë nevojë të studiojnë, familje në krizë. Nuk do të jetë bamirësi. Do të jetë mundësi. Do të jetë ajo që unë nuk e pata dhe Drita ëndërroi të ofronte. Emocioni pushtoi përsëri ambientin. Elira, në sken pranë tij, ia mbajti dorën diskretisht. Ishte një gjest i thjeshtë, por domethënës. Mbështetjeje, partneriteti, mirëkuptimi reciprok. Gjoni vazhdoi, dhe dua të emëroj Elirën si drejtore të përgjithshme të përhershme të bankës Shpresa. Së bashku meritën si drejtore operacionesh. Ato dëshmuan se leadershipi nuk vjen nga diploma të shtrenjta apo përvojë në korporata të mëdha. Vjen nga zemra. Vjen nga aftësia për të parë njeriun pas çdo klienti. Elira mbeti e shokuar. U përpoq të protestonte, duke thënë se nuk ishte e denjë për kaq shumë besim, por Gjoni ishte i prerë, ti je saktësisht ajo që i duhet kësaj banke. Dhe unë do të jem këtu për të mbështetur sa herë të kesh nevojë. Por ka ardhur koha që ti të marrësh plotësisht përsipër. Rita gjithashtu u thirr dhe përqafoi Elirën, të dyja duke qarë. Publiku u ngrit në një ovacion që zgjati minuta të tëra. Kur më në fund eventi mbaroi, Gjoni qëndroi në hallin e qendrës së konventave duke biseduar me dhjetëra njerëz. Klientët vinin për të falënderuar, punonjësit ndanin histori, gazetarët bënin pyetje. Ishte e lodhshme por shpërblyese. Në rënien e mbrëmjes, kur shumica tashmë ishin larguar, Gjoni u ul në një stol jashtë ndërtesës. Ishte i raskapitur por i lumtur. Elira u afrua dhe u ul pranë tij. Ja dolëm, Gjon. Vërtet ja dolëm. Jo, Elira. Ju ja dolët. Unë vetëm mbolla farën. Ju e bëtë atë të lulëzoj. Qëndruan aty në heshtje për disa minuta, vetëm duke shijuar qetësinë e fundit të pasdites. Pastaj Elira tha diçka që e kishte mbajtur për një kohë të gjatë. E di, Gjon, kur takova burrin tim të ndjer, mendova se kur më nuk do të gjeja dikë që do të më bënte të ndihesha e plotë. Kalova 8 vjet duke e besuar këtë. Por në muajt e fundit, zbulova se të jesh e plot nuk do të thotë të kesh një person tjetër. Do të thotë të jesh në paqe me veten. Dhe ti më ndihmove ta gjej këtë paqe. Gjoni buzëqeshi. Edhe ti më ndihmove, Elira. Pasi Drita u largua, mendova se pjesa tjetër e jetës sime do të ishte vetëm të punoja dhe të prisja fundin. Por ti më tregove se ende ka shumë për të jetuar, shumë për të ndërtuar, shumë për të ndjerë. Nuk ishte një deklaratë dashurie romantike. Ishte diçka më e thellë, ishte njohje reciproke e dy shpirtrave që u takuan në momentin e duhur, që u mbështetën reciprokisht, që u bën partner në misionin për të bërë të mirën.
Nata ra butësisht mbi Tiranë ndërsa ata ktheheshin së bashku në fermë. Rrugës ndaluan në byrektoren e Klaudias për të bler byrek për darë. Vendi ishte plot me klient, muzikë e ullët, një atmosferë mikpritëse. Kur Klaudia i pa, la gjithçka dhe vrapoj t'i përqafonte. Ju më ndryshuat jetën. Ndryshuat të ardhmen e fëmijëve të mi. Si mund t'ju falenderoj? Gjoni buzëqeshi. Vazhdo të bësh këta byrek të mrekullueshëm dhe t'i trajtosh klientët e tu me të njëjtën dashuri siç na trajton ne. Kjo është tashmë falenderimi më i mirë. Në fermë, u ulën në çardak siç ishte bërë zakon. Nata ishte me yje, ajri i freskët sillte aromën e tokës. Gjoni shikoi qiellin dhe ndjeu praninë e dritës aty, duke miratuar gjithçka, duke buzëqeshur kudo që të ishte. E di, Elira, filloi ai mendueshëm, kalova gjithë jetën duke u përpjekur të ndërtoja diçka që kishte rëndësi. Mblodha para, bleva toka, krijova bankën. Por vetëm tani e kuptoj se çfarë ka vërtet rëndësi. Nuk është ajo që ke. Është ajo që bën me atë që ke. Nuk është sa mbledh. Është sa ndan. Elira u pajtua. Dhe është të dish se, kur të largohesh, do ta lësh botën pak më mirë se sa i gjete. Saktësisht. Qëndruan aty deri vonë, duke biseduar, duke qeshur, duke kujtuar, duke ëndërruar. Dy zemra që kishin vuajtur, që kishin humbur, por që gjetën në misionin e shërbimit një kuptim të ri për të vazhduar. Në javët që pasuan, historia e bankës shpresa u përhap në të gjithë vendin. Gazetat publikuan reportazhe, programet televizive bën materiale të veçanta, universitetet studiuan rastin si një shembull të menaxhimit të humanizuar. Por asgjë nga këto nuk kishte aq rëndësi për Gjonin sa letrat që merrte. Letra nga fermerë që kishin arritur të zgjeronin plantacionet e tyre. Nga nëna që kishin hapur biznese të vogla dhe tani mbanin familjet e tyre me dinitet. Nga të rinj që kishin marrë kredi për të studiuar dhe sot kishin profesione. Nga të moshuar që ishin trajtuar me respekt për herë të parë pas vitesh. Çdo letër ruhej me kujdes në një kuti druri që mbahej në zyrën e tij. Dhe sa herë që dyshonte, sa herë që lodhja i rëndonte, ai hapte atë kuti dhe lexonte. Dhe kujtonte pse vazhdonte. Marceli dhe Julia u martuan në një ceremoni të thjeshtë në fermë. Ishte një moment i gëzueshëm, plot dashuri dhe shpresë. Ajo veshi një fustan të bardhë të thjeshtë por të bukur. Ai qau kur e pa duke ecur drejt altarit të improvizuar në një pemë të vjetër. Dhe Gjoni, i cili ishte ftuar të ishte kumbar, ndjeu se jeta vërtet rezervonte surpriza të bukura. Floriani solli fëmijët e tij për të vizituar fermën dhe për t'i prezantuar me Gjonin. Dua që ta njihni njeriun që më mësoi se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë, u tha ai fëmijëve. Nuk janë parat, nuk është pozita, nuk është pushteti. Është të bësh ndryshim në jetën e njerëzve. Rita mori drejtimin e programit të zgjerimit të bankës në qytete të vogla të provincës, duke çuar mundësi në vende të harruara nga institucione të tjera. Përkushtimi i saj ishte frymëzues, aftësia e saj për të mobilizuar ekipe ishte mbresëlënëse. Dhe Elira, tani zyrtarisht drejtore e përgjithshme, drejtonte me mençuri dhe zemër. Merrte vendime të vështira kur ishte e nevojshme, por gjithmonë me qëllimin origjinal si busull. Banka lulëzonte jo pavarësisht vlerave të saj, por për shkak të tyre. Një mëngjes pranvere, një vit pas asaj dite transformuese, Gjoni u zgjua duke ndjerë diçka ndryshe. Nuk ishte dhimbje, nuk ishte frikë. Ishte paqe. Një paqe e thellë që vinte nga të diturit se jeta e tij kishte kuptim, se puna e tij kishte qëllim, se trashëgimia e tij ishte e sigurt. Përgatiti kafen e tij si gjithmonë, u ul në çardak dhe hapi një letër që kishte ardhur një ditë më parë. Ishte nga një djalë 10 vjeçar, djali i një prej klientëve të bankës. Letra, e shkruar me shkrim fëmijëror por plot sinqeritet, thoshte: Zoti Gjon, emri im është Pjetër. Mami im tha se ju e ndihmuat atë të realizonte ëndrrën e saj për të pasur një dyqan. Tani ajo është e lumtur dhe unë gjithashtu. Kur të rritem, dua të bëhem si ju. Dua t'i ndihmoj njerëzit. Faleminderit që jeni i mirë. Bota ka nevojë për më shumë njerëz si ju. Gjoni e lexoi atë letër 3 herë, me lot që i rridhnin nëpër fytyrë. Nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot realizimi, mirënjohjeje, plotësie. Shikoi horizontin, fushat që dikur ishin të thata dhe tani ishin të gjelbra dhe prodhuese.
Mendoi për të gjithë rrugëtimin, për çdo sfidë, për çdo fitore, për çdo person që i kishte kryqëzuar rrugën. Dhe përshpëriti një lutje të heshtur falënderimi. Atë pasdite u mblodh me Elirën, Ritën, Marcelin, Julian dhe lider të tjerë të bankës. U tha atyre se po vinte momenti për të zvogëluar edhe më shumë pjesëmarrjen e tij aktive, për t'i besuar plotësisht ekipit që kishin formuar. Jo sepse ishte i sëmur apo shumë i lodhur, por sepse e dinte se banka tani kishte jetën e saj, ishte në duar të sigurta, do të vazhdonte të rritej dhe të prekte jetë edhe pa praninë e tij të vazhdueshme. Elira ia mbajti dorën. Ju do të jeni gjithmonë me ne, John. Në çdo vendim që do të marrim, në çdo klient që do të shërbejmë, në çdo mundësi që do të ofrojmë. Sepse ju nuk krijuat vetëm një bankë. Ju krijuat një trashëgimi që do të kaloj brezave. Dhe ishte e vërtetë. Banka Shpresa ishte bërë më shumë se një institucion financiar. Ishte bërë një lëvizje, një filozofi, një provë e gjallë se është e mundur të bësh biznes pa humbur njerëzillëkun, se është e mundur të përparosh pa braktisur vlerat, se është e mundur të drejtosh me zemër. Vite më vonë, studentët e administrimit do të studionin rastin. Sipërmarrësit do të frymëzoheshin nga modeli. Institucionet të tjera do të përpiqeshin të përsërisnin parimet. Dhe gjithmonë do të ktheheshin te historia e atij fermeri të thjeshtë që kuptoi diçka që shumë e harrojnë, se në fund ajo që mbetet nuk janë paratë që grumbullojmë, por jetët që prekim. John Marku vazhdoi të jetonte në fermë, duke ruajtur jetën e tij të thjeshtë. Zgjoi herët, kujdesej për tokën, priste vizita, ndante histori. Dhe sa herë që dikush e pyeste për sekretin e suksesit të tij, ai përgjigjej të njëjtën gjë: nuk ka sekret. Ka vetëm zgjedhje. Zgjedhja për të parë njeriu në çdo person. Zgjedhja për t'i trajtuar të gjithë me dinjitet. Zgjedhja për të përdorur atë që ke për të ndriçuar rrugën e atij. Që ka nevojë. Është kaq e thjeshtë. Dhe kështu ndryshohet bota, një person në një kohë. Dhe ndërsa dielli perëndonte edhe një herë mbi ato toka që dikur ishin vetëm ëndër, Gjoni e dinte, thellë në zemrën e tij, se e kishte përmbushur misionin e tij. Kishte transformuar dhimbjen në qëllim, poshtërimin në dinjitet, përjashtimin në mirëpritje. Dhe ky ishte suksesi më i madh që çdo jetë mund të arrinte. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Gjonit, Elirës, Ritës dhe të gjithë personazheve që kryqëzuan këtë rrugë transformimi t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të i kalimi, dinjiteti dhe qëllimi, klikoni butonin pëlqej, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbresa. A u identifikuat me ndonjë personazh? A keni përjetuar situata të ngjashme? A besoni se është ende e mundur të transformohet bota përmes akteve të vogla të mirësisë? Çdo ditë ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se vlera si respekti, empatia dhe dinjiteti nuk dalin kurrë nga moda. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi në jetë.